Falenderimet i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Bëhuni shkëlqim i dashurisë, dritës dhe energjive pozitive. Jeni mirënjohës, falendërues ndaj Zotit të tokës dhe qiejve. Dujeni veten, familjen, të tjerët. Respektoni prindërit, kujdesuni për fëmijët, pleqët dhe ndihmoni të varfërit, sepse kështu do të merrni shpërblime pafund. Ju keni ndëgjuar për afirmimet, por unë sot do t'ju flas se sa të fuqishme janë afirmimet. Meqense zgjat 21 ditë për të krijuar një zakon, ndëgjoni këto afirmime në të njëjtën kohë. Është mirë të filloni ditën me to për 3 javë të plota. Riprogramimi është mbi të gjitha, pohoni atë derisa të besoni. Kur të besoni, bota dhe gjithësia do të ndjekin shembullin tuaj. Kërkoni paqe, qetësi në jetën tuaj. A çfarë thuani dhe bëni ka një ndikim dhe efekt, qoftë pozitiv apo negativ. Prandaj sigurohuni që mendimet, besimet, veprimet dhe dëshirat tuaja të jenë të një natyre pozitive, pasi kjo është ajo që do të tërheqni në jetën tuaj. Të gjithë jeni hyjnor brenda të drejtës suaj dhe jeni të aftë të gjeni mënyrën vetë. Kur mendja juaj është mbërthyer në një rutinë pozitive, ju jeni duke krijuar gjëra pozitive pa pushim. Thuani vetes: unë qëndroj në tani. Unë jam unik dhe i veçantë. Unë nuk jam rastësisht këtu. Unë jam me një qëllim. Unë e dua veten time. Kush jam, çfarë jam dhe ç'po bëj. Unë jam në rrugën e drejtë të jetës. Lumturia jam unë. Unë jam lumturia. Unë jam e fortë, inteligjente dhe tërheqëse. Unë jam i bukur, i begatshëm, i lumtur. Trupi im është i balancuar, i ri, i shëndetshëm. Unë jam falendërues, mirënjohës dhe vlerësues. Trupi dhe mendja ime janë me shëndet të plotë. Unë mundem, unë zgjedh. Fuqia ime është e mrekullueshme. Unë ndjehem plot jetë dhe energji. Të gjitha kanalet e mendjesime janë të hapura për të marrë nga mendimet e mia më të larta. Unë jam e pasur tani. Unë jam bëmirëse dhe humanitare. Unë kam gjithë kohën që kam nevojë. Unë jam mjaft i mirë. Unë jam i sigurt, i guximshëm. Universi mbështet ëndrat e mia dhe dëshiron që unë të kem sukses. Bota është e bollshme. Unë kam gjithçka që më nevojitet për të qenë e suksesshme. Çdo gjë që bëj unë i shton vlerë botës dhe ndriçon jetën e njerëzve të tjerë. Unë e ndaj pasurinë time dhe gjej gëzim duke i bërë të lumtur të tjerët. Unë kam mundësi të pafund për të ndërtuar pasuri dhe me pëlqen ndarja e urive të mia me të tjerët. Unë jam mjaft i mençur, i talentuar, i shkafët, për të bërë aq i pasur sa unë dua. Paraja vjen lehtë në jetën time,
sepse unë e tërheq. Unë e lejoj vetën time më të lartë të lidhen me burimin brenda meje. Unë jam e inkurajuar të eci në përdyert e mundësive që po hapen përpara meje. Unë shkoj me rrjedhjen e ndryshimeve në jetën time dhe mbaj një qëndrim pozitiv në mendje. Unë e di se kam gjithçka që kam nevojë brenda meje dhe jam gati. Unë vlerësoj bekimet e shumta në jetën time. Unë gëzoj marrëdhëniet e mia shoqërore, të gjitha atyre që janë pranë meje dhe ju jap dashuri lirisht dhe pa kushte. Unë kam një uri për të marrë vendime të mençura për veten time. Unë pranoj dhe vlerësimin tim. Unë kam një uri për të marrë vendime të mençura për veten time. Unë pranoj dhe vlerësimin tim, besimi im po rritet. Unë gjithmonë tërheq vetëm rrethonat më të mira dhe unë kam njerëz më të mirë pozitiv në jetën time. Unë jam i guximshëm, unë jam i gatshëm të veproj dhe të përballoj frikën time. Unë kam fuqi të pakufizuar. Unë jam një krijues i fuqishëm. Unë krijoj jetën që dua dhe kënaqem. Unë i besoj intuitës sime dhe gjithmonë marr vendime të mençura. Unë jam i përqendruar në qëllimet e mia dhe ndjehem i pasionuar për punën time. Unë kam gjithë fuqinë për të krijuar sukses dhe prosperitet që dëshiroj. Unë mund të liroj besimet e vjetra dhe negative që kanë qëndruar në rrugën e suksesit tim. Universi është i mbushur me mundësi të pafundme për karrierën time. Ndërsa marr sfida të reja, ndjehem i qetë, i sigurt dhe i fuqishëm. Unë do të festoj çdo qëllim që unë e realizoj me mirënjohje dhe gëzim. Unë zgjedh të mendoj pozitivisht dhe të krijoj një jetë të mrekullueshme dhe të suksesshme për veten time. Unë jam mirënjohës që jeta ime është kaq e lumtur dhe suksesshme. Unë kam guximin të krijoj ndryshime pozitive në jetën time. Unë pranoj dhe vlerësimin tim, dhe besimi im po rritet. Të tjerët më shohin si udhëheqës, për shkak të besimit tim. Unë çdo ditë po bëhem më i sigurt, më i fuqishëm dhe i suksesshëm. Unë jam i vetëdijshëm, krijues dhe këmbgulës në çdo gjë që bëj. Unë jam i vlefshëm dhe do të jap kontribute të fuqishme për botën sot. Unë vazhdimisht shtyhem për të mësuar dhe zhvilluar në fusha të jetës që më sjellin lumturi, liri dhe qëllim. Unë zgjohem çdo mëngjes dhe jam gati për një ditë të re të mundësive emocionuese. Unë jam i lumtur, i lirë, sepse unë jam unë. Unë jam një individ i fortë që tërheq sukses dhe lumturi. Mendja ime është e pastër nga vetëdyshimi dhe unë jam gati të përqafoj çdo sfidë që vjen në rrugën time. Kam ide të mëdha dhe unë bëj kontribute të mëdha. Çdo sfidë me të cilën përballej unë është një mundësi për të rritur dhe për të përmirësuar. Unë jam gjithmonë e sigurt, më pëlqen familja dhe miqët e mi.
Shtëpia ime është e qetë dhe në rregull. Familja ime është e lumtur dhe në harmoni. Jeta ime është e mbushur me bollok në shumë mënyra. Unë meritoj gjithë bollokun që rrjedh në jetën time. Unë jam e denjë për bollok. Bolloku është e drejtë e imja e lindjes. Unë jam magnet i fuqishëm për tërheqjen e parave në jetën time. Parat vijnë lehtë, shpesh, shumë në jetën time. Unë jam e vetëdijshme për këtë, që sa më shumë para që kam në jetën time, aq më shumë para kam për të ju dhuruar të tjerëve. Unë jam e barabartë me fuqinë e tërë universit. Unë besoj në veten time dhe fuqinë që zotroj si një qenje shpirtërore. Unë besoj se kam të gjitha aftësitë dhe talentet që më nevojiten për të arritur qëllimet e mia. Unë besoj se do të shfaq rezultate pozitive, shpërblime dhe bekime në jetën time. Unë besoj se mund të arrij. Unë jam e hapur ndaj pranimit dhe pranimit të së mirës sime, që shfaqet në formën e mundësive të reja. Unë deklaroj në këtë moment dhe besoj se dëshirat e mia tashmë janë manifestuar. Unë bëj vetëm atë që bën zemrën time të këndoj. Konfirmimet tuaja dhe qëndrimi pozitiv dhe optimist do të manifestojnë dëshirat tuaja dhe do t'ju ndihmojnë për të arritur qëllimet dhe aspiratat. Mendja është e aftë të ndryshojë realitetin ton fizik. Unë tani dërgoj bekime dhe energji pozitive të gjithë njerëzit dhe në të gjitha mjediset. Qëndroni njerëz të bekuar siç jemi të gjithë. Dashuri, paqe dhe dritë